që jemi një ndër studiot të ma kredibile, ma profesionale, ma reale edhe me nejshë, du të amojmë të njëjtë nivel, se unë për kuptoj atë Leonin tënë me gashin, po në që akuzat, kundër akuzat edhe këto... Ja e dëmtojnë nivelin e debatit, nështë nuk është mirë edhe për qytetarët me marë... Zoti Hodaj, ti do manë ty, s'ka bo për shtypje domja 26 milionëve në kundë fushatës. Kujna? Prej kryeministit detyrë, që ligjerisht nuk e ka të drejtën. Kujna? Vendimet të cilat e implikojnë buxhetin e shtetit, qeveria detyrë nuk guxon me marrë. Shpak, unë e kvota fjallën jo komunist. Që ndalon ligji. Po ti u drejtosh jo komunist, jo ashtu, për qëto e po ta fjallën. Okej, se për këso do ta kërkojmë një... Po, zoti Hodaj, ti dush me ditë që komunist, socialist, demokrat, liberal demokrat nuk janë shamje, janë cilësime politike. Po jo, këj mundet me perceptu komunist. Me tanë komuniste, a percepton të mirë? Po, zoti kur ti edhe partia ti nuk e mohojnë që jonë të majtë, jonë socialist. Po, nuk thajnë dhe rogjen edhe komunist. Kjo është si për ty ti e demokrata e fashist. Unë jam pro-amerikan, su që në Amerikë socialistat krejtë janë komunist. Me fjollën komunist i për krejtë idiotë janë fashist që shtu si ti. Garës në Gjakov ka komente dhe përsa i thekon debatit tonë. Besoj, kjo do të ishte mëse mirë se ardhur edhe ta kishim ndihmesën e ti, përqasjen e ti, natyrisht. Gola, mirë mbrëma dhe të falemderit shumë që je direkt me neve. Mirë mbrëma, falemderit për ftesën. Qëto Gjakova, Gola? Si e ke situatën Gjakov? A është diferencë e arritshme, apo është pak problematike në këtë drejtim? Jo, realisht ne nuk shohim ndonjë problem për sa i përket përmbysjes së këtij rezultati. Mund të duket të pamundshme në shqikim të parë për shkak të diferencës, por ne kemi precedent në historinë elektorale të Kosovës ku fituesit e parë, përkatësisht ata që janë anguar të parë në raundin e parë të kenë një diferencë të tillë, pastaj janë përmbysur me koalicione të ndryshme ose madje edhe vetë. Kështu që ajo çfarë ne kemi bërë më njëherë pas raundit të parë është një reflektim për tërë procesin zgjedhor, jemi munduar të detektojmë lëshimet tona dhe i ato analiza që ne kemi bërë, pastaj kemi kaluar në aksion, në veprim për të munduar që t'i prekim pika në cilat ne konsiderojmë që është dashur të intervenojmë në mënyrë që të maksimizojmë votën për Gjakovën nga lëvizja vetëvendosje. Gola, kësaj radhe si asnjëherë më parë në zgjedhjet lokale kemi vërejtur dhe kemi parë një bashkëpunim ndërmjet të lëvizjes vetëvendosje dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës. Kam fjalë për disa komuna të ndryshme nëpër Kosovë, ndërkohë që në Gjakov ju ballafaqoheni direkt. Pra, sipas shumë kujt, një nga garat me kualitetin më të madh në kuadër të zgjedhjeve lokale në Kosovë, bazuar në kandidatët dhe profilin e tyre, juve dhe bashkë me zotin Ardian Gjini, kryetarin aktual të Gjakovës, por pyetja ime është si do ndikoj kjo në Gjakov, ky bashkëpunimi që ju e keni bërë nëpër komuna të tjera, mos ndoshta juve në këtë rast do t'ju dëmtojë? Nuk e besoj. Ne kemi një sistem shumë të decentralizuar dhe ne dim që janë dy nivele të politikë bërjes dhe të regjistrave politik në cilën formacionet politike i bëjnë koalicionet të tyre. Është tjetër send të bëhet koalicion në nivel të qendror, me që agendat qendrore kanë tjera frekuenca të veprimit politik dhe është këtë tjetër send të bëhen koalicione në nivele lokale me frekuenca të bashkëpunimit tërpartijak mbështeten ose ndërtohen ekskluzivisht mbi specifikat e problemeve lokale. Tazom, një parti e caktuar në një komunë mund të jetë problemi dhe ato për x arsye për jetë gjatësinë e pushtetit që në vetvete në sistemet demokratike është problem ose për shkak të ndonjë kandidati i cili përtej formacionit politik nuk ka vepruar, nuk ka qeverisë mirë dhe të bëhet në pastaj opozita atij, jo domosdoshmërisht duhet të kuptohet që bëhet opozitë partisë, pra ka shumë variabla, ka shumë komponente të cilat ekuacionin politik e bëjnë jo çast të thjeshtuar që nga njerë bëhet në për
forumet të ndryshme.